Kryeqyteti po përballet me një krizë serioze. Transporti urban është në prag të paralizës së plotë. Duke filluar nga sot, shoqatat e transportit urban kanë reduktuar me 40% flotën e autobusëve në qarkullim, për shkak të kostove të larta dhe të papërballueshme tashmë për këtë shërbim teje të rëndësishëm për Tiranën. Dhe ky është vetëm fillimi i krizës reale me pasoja teje të rënda për kryeqytetin tonë. Së pari, Tirana rrezikon bllokim, që do të thotë përkeqësim i mëtejshëm i lëvizshmërisë së përditshme të qytetarëve. Ulja me 40% e flotës autobusëve do të thotë edhe më shumë makina në terren, më shumë trafik, më shumë dotje për ajrin që thithin do tërë. Së dyti, reduktimi me 40% i flotës autobusëve godet fuqimisht dhe drejt për drejt jetën ekonomike dhe sociale të kryeqytetit. Qytetarët do ta kenë më të vështirë të arrijnë në vendin e punës, çka do të thotë se shumë shërbime rrezikojnë vonesa deri në paralizimin e plot të tyre. Dhe kjo nuk është një çështje thjesht sektoriale, është një krizë e funksionimit të Tiranës.